Ka pas një problem bukur serioz, ngrit një çështje bukur të rëndësishme, që lidhet me vitin e kaluar. Ju e dini që edhe zoti Haradinaj, edhe deputet që kanë qenë në legislaturë kanë qenë bukur decisiv. E janë i bashkojt s'kem kushte, na s'kem pas kushte për në atë kohë për bashkim dhe kanë qenë numrat me botë qeveri. Unë nuk e di, nuk kam qenë këtu pse s'ka ndodhur, është gabim. Dhe është gabim që na duhet ta përmirësojmë. Nuk guxon opozita, partitë opozitare me shku prej një gabimi një gabim, se nëse nuk nxjerr mësime prej gabimeve, është problem. Na kem gabue në atë kohë edhe me mos votimin e kandidatës së atëhershme për kryetar. Për shkak se sipas leximit tim të vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ulësja e kryeparlamentarit gati se është e garantuar për partinë e parë. Presidenti nuk është i garantuar, se duhet 80 deputet, po ajo është pak a shumë është e garantuar dhe ai debat vetëm se shkakton diskurs publik pa nevojshëm. Dhe është dashur ta bëjmë. Sot ne jemi në rrezik. Besoj që ishim bukur të qartë që shteti është buzë kollapsit, që ekonomia është para falimentimit, që qeveria është jo funksionale, që sulme ndaj sunet pavara jo mbotëreshtra, nuk ka mundësi këtu tash me pas komoditet. Për këtë arsye, unë mendoj se një unifikim serioz mbi kauzën, jo profilin politik, do të ishte jashtëzakonisht i nevojshëm.